Piktori Bledar Çakalli, i cili ka spikatur për realizimin e pikturave murale dhe grafiteve me motive patriotike dhe historike kombëtare në mbar Shqipërinë, është rikthyer tek ura që lidh dy lagjet e qytetit të Bulqizës. Krahas portreteve të figurave të shuara të kombit shqiptar, Çakalli ka shtuar edhe dy figura të tjera patriotike, portreti i Shkelzen Haradinajt dhe komandant Telit. Shkelzen Haradinaj ishte komandanti i UÇK-s në zonën operative të Dukagjinit, i cili ra dëshmor me 16 prill të vitit 1999 në malet e Maznikut, duke mbrojtur civilët shqiptar nga sulmi serb dhe pas vdekjes u shpall heroi i Kosovës. Ndërsa komandant Teli, Lefter Koxhaj, nga Skarapari, ishte një ndër dëshmorët e shuar të luftrave shlirimtare shqiptare, duke luftuar në Kosovë dhe më pas duke drejtuar njështrin speciale Teli 69 të UÇK-s në Maqedoninë e Veriut, ku dhe u vra me 7 gusht të vitit 2001 nga forcat speciale maqedonase, duke mbetur simboli qëndresës dhe sakrificës kombëtare. Sipas piktorit, këto dy figura kanë bërë nder jo vetëm Kosovës e Maqedonisë së Veriut, por mbar kombit shqiptar me aktet e tyre heroike. Çakalli thotë se ky është më shumë një mision se sa një punë, pasi nuk ka marrë mbështetje nga institucionet vendore apo qendrore. Është Shkelzen Haradinaj, trimi i Dukagjinit dhe një figurë shumë e lartë kombëtare, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës. Komandant Teli është nga Berati, Korçova, është një figurë po ashtu kombëtare që është vrarë në luftën e Maqedonisë, që ka dhënë një kontribut shumë madh për çështjen kombëtare dhe bashkimin e trojave shqiptare. Për fat keq nuk kam ndihmë apo nga shteti, por as nuk kam kërku të kem ndihmë për arsye që historia e kombit shqiptar duhet mbrojt dhe duhet ndërgjegjësim në radh parë. Tashmë janë goxha vitet në terren kalojnë dhe kauza po ngelet e njëjtë. Mund të them që ka nisë që në moshën e adoleshencës, por që janë bo person publik ka 6-7 vite, diçka e tillë. E thash edhe pak më parë që ndërgjegjësimi duhet nga gjithë, jo vetëm nga një individ ose një person. Historia duhet mbrojt edhe nga institucionet edhe nga vetë individet. Kauza vazhdon sa të jemi gjallë, jo vetëm në territorin e Shqipërisë, se Shqipërinë e njohin këtë Shqipëri që jemi sot. Unë personalisht kur flas për Shqipërinë, por flas për trojet shqiptare, flas për Kosovën, flas për Iliridën, Çamrinë, trojet Malci, Juginë e Breshevës. Gjitha këto janë pjesë e kombit shqiptar. Ka pas raste kanë dhënë kontributin në mënyrën e vet, nuk mund ta mohoj, por kjo është kauzë që na përket gjithëve tashmë, s'është vetëm e imja. Shiko, çështja kombëtare është shumë në thelb, shumë e rrezikshme, për shkak që preken interesa shumë të mëdha, sidomos kur përfaqëson një figurë siç është Astaf Melani, që është bërë në Gjirokastër. Astaf Melani për pak sa nuk krijoi një incident shumë të madh, për shkak se përfaqëson diçka shumë të madhe, është vrarë nga grekët bashkë me Papa Krishtin e Govanit, kështu që çdo figurë tregoi historinë e vet dhe historinë që lidhet me Shqipërinë. Piktori Bledar Çakalli, i lindur në Diver dhe aktualisht i vendosur në Durrës, është bërë një figurë e dashur për shqiptarët brenda dhe jashtë të vendit, fal veprave të tij të fuqishme që përjetësojnë heronjtë e kombit shqiptar dhe ngjarjet historike më kyçe.